Janë asgjësuar në ajër. Zgjesuar në ajër, u shkatruan nga mbrojtja ajrore e Izraelit. Në ajër, 93% u kapën në ajër. Pra ku ju dërgon 100, 200, 300 raketa dhe 93% për tyre arrin të kapen nga kupola e hekurt, vetëm 5 ose 6% arrin godasin. Është një numër i madh, është një numër i lartë. Nuk jam ai person i cili thotë se nuk është asgjë, sigurisht sepse është diçka e rëndësishme dhe ka shkatrim ditën e djeshme në Tel Aviv dhe në shumë vende të ndryshme në qendër të Izraelit, ama sërish nuk janë viktimat që duan të shikojnë iranianët dhe publiku Izraelit është i mirë trajnuar dhe e di shumë mirë se çfarë të bëj kur dëgjohen sirenat. Ne kemi dhoma sigurie, unë tani më jam duke ju folur që tani nga dhoma jonë private e sigurisë, është një dhomë ku të gjithë izraelitët i kanë këto, sidomos në ndërtesat e reja dhe ne jemi duke jetuar në një ndërtesë të madhe me 23 kate dhe kemi një dhomë sigurie. Dhe dhoma e sigurisë këtu është hapësira ku ne qëndrojmë të ulur kur ka alarmi, ndonjë për 10 minuta, 3 minuta, madje për një orë. Ne kemi një televizor, kemi kompjutera, madje, nëse mund t'ju tregoj, unë kam edhe një dyshek për fëmijët e mi nëse duhet të kalojmë mbrëmjen brenda kësaj dhomës së sigurisë. Po, tension, ka tension, jemi të stresuar dhe kemi frikë, të shqetësuar për çdo gjë. Ama nga ana tjetër ne e dim se pak a shumë jemi të mbrojtur dhe të sigurt kur bëjmë gjithçka që duhet të bëjmë gjatë alarmit dhe çka është më rëndësishme, ne e dim që ushtria e izraelite është duke u sjell dhe duke luftuar kundër Iranit dhe e dim që në këtë çast iranianët pas çdo çasti që kalon janë duke u dobësuar nga kapacitetet e tyre. Dhe nëse duam të shkojmë më thellë në nivelin strategjik, atëherë ju keni për të parë se atë që është duke zbatuar Izraeli në Iran aktualisht është njëjti model i cili ka zbatuar në Liban. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për ta parë, sepse në Liban ajo nisi me luftën kundër Hezbollahut dhe më pas vijoi më tej duke shkatruar kapacitetet ushtarake të Hezbollahut dhe më pas vijoi më tej duke me operacione të ndryshme me pagerat të cilat të vranë luftetar të Hezbollahut dhe shumë komandante nivel të lartë dhe më pas vijuam duke shkatruar zinxhirin e komandës së Hezbollahut madje dhe në Strallën i cili u vram. Në atë pikë Hezbollahu ra për tokë, u shkatrua dhe na u gjuaj për të arritur një marrëveshje me Izraelin dhe tani më Hezbollahu është i pari për të thënë që nuk kemi të përfshirë, nuk kemi fare të përfshirë në sulmin kundër Izraelit. Pra, Irani ka humbur Hezbollahun dhe njëjta gjë po vlen dhe po ndodh dhe në Iran, është një model dhe Izraeli aktualisht është duke shkatruar kapacitetet e Iranit, sigurisht është në një shkallë tjetër sepse Irani është gjigant, ushtria është e madhe dhe ato kanë shumë para, është një shtet gjigant, 90 milion njerëz dhe kanë një tokë shumë të madhe, territor shumë të madh, ama sërish, ajo që është duke ndodhur, shikojmë se ka një korridor i cili është totalisht i hapur. Lejmë që të them midis Izraelit dhe Iranit dhe forca ajrore mund të bëjë çfarë të dojë, çfarë të dojë qefi kundër Iranit, askush nuk e shqetëson, askush nuk i thotë jo, nuk ka fare forca ajrore iraniane, nuk ka fare mbrojtja ajrore iraniane, çdo gjë është shkatrua, 20 persona ushtarak të nivelit më të lartë të vranë në Iran dhe pyetja më e madhe tani më për sa i përket nivelit strategjik është nëse Izraeli tani ka për të ndjekur vrasësit dhe kasapët e Iranit nga Yatullahu deri tek persona të tjerë të cilët janë